Të javë janë shpallur edhe të gjitha dëmshpërblimet për 15 bashkitë e prekura nga zjarret e verës së kaluar për periudhën 15 qershor-15 shtator përmes Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, që nga Malësia e Madhe, në Krujë, Rogozhin, Peqin, Tepelen, Delvin, Has, Kukës, Dibër, Kamës, Librasht, Gramsh, Maliq, Finiq dhe Dropull, të gjitha këto teritore të prekura nga zjarret kanë tani më në dispozicion masën e përcaktuar të dëmshpërblimeve sipas dëmeve. Është bërë një punë shumë e detajuar dhe është krijuar më e rëndësishmja e gjithë korniza për të bërë të mundur që dëmshpërblimi të shkojë aty ku duhet dhe cili do që është dëmtuar të marrë atë